Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Vazhdojmë inshallah me dersin e radhës, që është dersi i 9 i kësaj serie, që jena duke folur për hartën e besimtarit. Pjesën më të madhe të asaj që komentuam thënë brenda kësaj serie ka përfunduar. E që ka pas të bëjë më shumë me njohjen e Zotit tonë, Allahut mëndon, njohjen e fesë tonë, pra Islamit, edhe njohjen e pejgamberit i cili na ka pru këtë fe. Secila hartë, pra, kur të merr ajo ta jep një destinacion ku kemi shku. Pra ti e merr hartën me këqyr, atëherë kur kemi marr rrugë. Kur kemi nejtë në shtëpi, është me këqyr për kurrë, jemi ditë vendet ku janë, mirë po nuk e merr për orientim. Unë besoj që është e udhës me tregu atë le të themi destinacionin e parë ku kena me shku secili, edhe më ndalën këto, e qatë ditë apo në qatë vend kur të shkojmë, atëherë që to që i kena marrë deri tash, në të dersit e kalume, janë tepër të rëndësishme edhe determinojnë shpëtimin apo humbjen tonë. Pra, është për qëllim destinacioni i vdekjes, kur njeriu, domethënë, i ndahet shpirti prej trupit e tij. Ndryshe, ky destinacion apo kjo ditë për njeriu quhet kiamet i vogël. Edhe këtë kiamet ka me përjetu secili, dikush e përjeton bashkë me kiametin e madh, që janë njerëzit e fundit që kanë me jetu, e pjesa tjetër më e madhe e njerëzve përjetojnë secili për vete. Pse është kiamet i vogël? Meqense në qatë ditë, pra në moment kur ndohet shpirti për trupit, atëherë besimtari apo jo besimtari përballet me veten e tij, me jetën e tij, me veprat e tij. E kam qef me marrë një hadith që është i gjatë, i cili e tregon vdekjen e besimtarit edhe vdekjen e jo besimtarit, që më na shërby neve për motiv. Vdekja e besimtarit, përjetimi i tij, edhe me pa dobinë e këtyre mësimeve, edhe pastaj jetësimit të tyre në praktik, gjithashtu me na tmerru vdekja e jo besimtarit, në mënyrë që në asnjë formë mos mu josh për të mirave momentare që ka në këtë botë, edhe me na shërby pra mësimet që i kena marrë. E para pra duhet na me ditë që vdekja është diçka që pranon secili që është i shëndosh mendërisht. Pra nuk ka dikush prej njerëzve që janë të shëndosh mendërisht që thotë ju s'kam me vdek. Pra gjithë secili e pranon që ka me vdek. Kushti vetëm është që më koni shëndosh mendërisht. Nëse nuk është i shëndosh mendërisht, pra ai që është i smur në aspektin e mendjes, pra nuk ka arsye, nuk ka mendje, prej tij është e pritshme me thonë gjithçka. Ndërkohë ai që është i shëndosh mendërisht nuk është e pritshme prej tij që më mohu vdekjen. Pra edhe Allahu thotë në Kur'an, pra këto e vërteton kullu nafsin dha'iqatul maut. Thotë secili frymor, gjithkush që jeton ka me shiju vdekjen. Gjithashtu Allahu më dhëm thotë wa ja'at sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Thotë agonia e vdekjes do të sjellë të vërtetën e jetës tjetër, ja kjo është ajo të cilës përpiqesh ti ikje. Pra kjo është më shumë për jo besimtarin. Pra i cili mundohet me mpi veten, me mashtru veten, me kënaqësitë e kësaj bote që me harru vdekjen. Ndërkohë që çdo që u mundu me harru, çdo që u mundu me ignoru, çdo që u mundu, domethënë mas me lën mendjen me shku çatje, ajo ka më ardhur patjetër ajo ditë. Inshallah vazhdojmë me pjesën e hadithit që flet për vdekjen e besimtarit, edhe me pa çfarë fundi ka ai edhe për çka ka çit fund. Hadithin që po do me përmend është hadithi i njohur i Barra ibn Azib, që ka qenë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu në hadith tash kena me i pa disa gjëra të cilat për neve janë të pakapshme. Pra kena me i përmend disa gjëra të cilat nuk kena shpjegim me ligjet e kësaj bote. Pra nuk mujmë i shpjegu me ligjet e kësaj bote, me mënyrën na që shi perceptojmë gjërat, nuk mujmë i shpjegu disa gjëra që përmenden në këtë hadith, megjithatë i besojmë se janë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka është vdekja në esencë? Vdekja është ndarja e shpirtit prej trupit. Jeta është bashkimi i shpirtit edhe i trupit. Mirë po jo çdo herë. Po bashkimi i parë i trupit me shpirtin është jeta, kur njeriu është barku në nënës së tij. Pastaj lind këtë botë, pastaj vdes për kësaj bote, e çaj momenti i vdekjes shënohet duke u ndarë shpirti prej trupit. Pastaj rikthehet prap shpirti në trup edhe shijon jetën e berzahut, që është jeta e varrit për cilën po kam qejf me fol, sepse pjesa tjetër që vjen mas kësaj është pak a shumë e njohur nëse është e hidhur apo e ëmbël në varësi prej jetës që e bën njeriu në berzah apo në varr.
thot pejgamberi pra thot Barra ibn Azib thot kharajna ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar fantahina ila al-qabr. Thot kena dalë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një funeral të një burri apo të një njeriu prej ansarëve që janë kon prej banorëve të Medinës që kanë prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kena përfunduar tek varrezat. Thot walamma yalhad fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasna hawlahu ka'anna ala ru'usina at-tayr. Thot por sa e kanë varros, lahd pra është mënyra e formë e varrosjes, dhe janë dy forma të varrosjes në që janë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në varësi prej tokës. E para është kur qelet si lloj fioke brenda varrit, edhe trupi vendoset në krah djathtë, edhe pastaj muroset me tullat prej balte, prej çerpiçve, muroset, edhe në këtë formë, domethënë është trupi është në këtë anë, ndërkohë që varri është i qelur në anën tjetër. Dheu nuk hidhet pastaj për mbi trupin e njeriu, mirë po hidhet mbi tokën e zbrapstë. Edhe mënyra tjetër është shak, që kjo është lahd, që është praktikuar më shumë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pjesa tjetër apo metoda tjetër është shak, që në tokë hapet, domethënë që aty ku është varri, kur të hapet gropa, në mes hapet si, më thon, një pjesë më e thellë, aq sa është i gjerë trupi jo në krahorët, po në këtë formë, pra sa një krah. Edhe vendoset në krahun e djathtë aty, pastaj mbulohet me diçka, edhe mbi to vendoset pra dheu, edhe në këtë formë varroset. Këtu thotë vëlem ma yalhad, pra është varros në çat metodën e parë që kon më e përhapur. Thotë edhe ka ul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe na jana ul rrethi. وجلسنا حوله كان على رؤوسنا الطير وفي يده عود يكنت به في الأرض فرفع رأسه فقال thot edhe na ul rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sikur në kokat tona të ishin kon zogj, pra çaq shumë koncentruar, çaq shumë duke dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot në dorën e tij e ka pas ud, i thënë parfumit, por po është parfum prej druri, pra është lloj shkopje. Edhe thot me to e ka prej tokën, apo e ka bovija në për tokë. Ç'më thon, domethënë u kon duke meditu. Farafa ra'sahu faqal, pastaj ka çu kokën edhe ka thënë: "Ista'idhu billahi min adhab al-qabr marratayn aw thalatha." Ka thënë kërkoni mbrojtjen e Allahut prej dëshkimit të varrit, edhe ka përsërit këtë çështje apo këtë dua, këtë lutje, këtë porosi 2 apo 3 herë. Thumma qal: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم شمس. Thot, një rob besimtar kur bëhet që më unda prej kësaj jete, prej kësaj dynjaje, edhe me dalë në jetën tjetër apo në botën tjetër, thot i vinë atij angjujt, i vinë me lajqet prej qiellit, me fytyrat të bardha, me fytyrat e tyre sikur të ishin djedhi, pra që shëndrisin çaq shumë. Pra shëndritja e tyre është një sinjal tepër i mirë i takimit parë. Kjo është hala pa unda. Pra në momentet e fundit të besimtarit në jetën e kësaj bote, hala pa unda shpirti i tij prej trupit të tij. Dikush mundet me thonë, pse s'pi shohim na? Këta kur na kena pa njerëz që vdesin, po pse si shohim angjujt? Tham, kena mi përmend këtë hadith gjërat të cilat na i masim me logjikën tonë. Ky është një dimension krejt tjetër, cilin na s'moj me kuptu mirë, po e besojmë 100% që është ashtu. Dyshimet në këtë temë, pastaj sjellin mungesë të veprimeve në tema tjera. Mungesë në namaz, mungesë në xherim, mungesë në edukat edhe kështu me radhë. Thotë: "Ma'hum kafnun min akfanil janna wa hanut min hanutil janna." Thotë këta angjuj, këta melajke e kanë me veti qefinat për qefinave të xhennetit. Edhe i kanë parfumin, është hanut me cilin parfumoset i vdekuri prej parfumit të xhennetit. Hatta yajlisu minhu madda al-basar. Thot ulen këta çaq sa ky mundet me pa, pra çaq larg sa mundet me pa njeriu, këta ulen, këta angjujt për rreth këtij njeriu i cili është duke e dhënë shpirtin. Thumma yaji'u malakul maut alayhi salam. Ja pastaj vjen angjulli i vdekjes, i cili është për angjujve madhështor. Pra është i fundit që ka me vdek në ditën e Kiametit. Allahu i madhum masi të jep urdhër që mi fry Israfilit edhe me vdek krejt, gjinte, njerëzve, melezët e krejt, në fund i thot melekut vdekjes, merre shpirtin tash edhe vetës. Pra, është i fundit që ka me vdek, është një melek shumë i afërt i Allahut të madhum. Thot, pastaj vjen ky angjull i vdekjes, ky melek madhështor vjen te besimtari. Hatta yajlisa inda ra'sihi fa yaqul, edhe vjen e ulet afër kokës këtij besimtari edhe thot: "Ayyatuha an-nafsu at-tayyiba,
ukhruji ila maghfiratin min Allah. Thot, o ti shpirt i mirë, o ti shpirt i omën, o ti shpirt i bukur, dil në mshirën e Allahut, dil në faljen e Allahut më dhëm. Qale, fa takhruju tasilu kama tasilu qatratu min as-saqa. Thot, edhe del ky shpirt në formën e lëngshme, sikur se del një pije prej enës së saj. Pra, një pije, nëse i qet në gotë, pastaj e don me derdh gotën përmbys, apo e qet në ato gjykymat çaj, pastaj don me derdh, domethënë shkon lehtë, del lehtë, e lëshon enën lehtë. Nuk ke nevojë me u mundu, nuk ke nevojë me dhon zor, nuk ke nevojë me mshumir, po del lehtë. Këtu e kanë marrë dietar shkas, me thënë që ka mundësi që shpirti me kon në formë të lëngshme. Meqense se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka krahasu në këtë hadith sikurse një lëng i cili del lehtë për anës së tij. Fa ya'khudha fa idha akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ayn. Thot, e pastaj meleku i vdekjes e merr se del lehtësisht shpirti i besimtarit. Edhe thot, nuk e alejn në dorën e këtij engjulli bekum, këta engjujt tjerë që janë ardhur, vetëm se një moment shumë shkurt. Edhe pastaj ja marrin prej dorës së tij. Fa yaj'aluha fi dhalika al-kafan, edhe e vendosin çkat qefin që e kanë marrë për xhennetit. Wa fi dhalika al-hanut, edhe në çkat parfum që e kanë marrë për xhennetit. Wa yakhruju minha ka atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard, edhe prej këti shpirti del një parfum, një erë e mirë, sikur se më kam parfumi më i mirë në fytyrën e kësaj toke. Fa yas'aduna biha, edhe pastaj marrin këtë shpirt dhe e ngrejnë nalt, e çojnë nalt në përqiell. Fala yamurruna yani biha ala al-mala'i min al-mala'ikati illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib. Thot, e sa herë që kalojnë pranë ndonjë grupi të melaqeve, sepse edhe melaqet janë grupe, ata që ndrojnë në për detyrat e tyre që ka caktuar Allahu i Madhënëm. Disa prej tyre janë në sejdë duke madhruar Allahun, disa janë në ruku, disa janë në qiyam, disa janë duke kryer detyra të ndryshme që Allahu i ka madhnuar. Qielli është domethënë duke plas prej engjëve në kuptimin e asaj që ka një numër tepër të madh. E sa herë që kalon pranë ndonjë grupi, engjëjt pyesin edhe thënë, kush është ky shpirt i mirë? Para mendoj çfarë përgëzimi në momentet e para të vdekjes. Hala pa u zbrit në vorë. Domethënë vetë sa ndahet shpirti prej trupit njeriu i përjeton këto gëzime të mahnitshme. Yaquluna fulan ibn fulan. Ky është fulani i biri i fulanit, pra e përmendën emrin e tij edhe emrin e babas tij. فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمون بها في الدنيا. Edhe ja përmendin emrat më të bukur që i ka pas në këtë botë. Hatta yantahu biha ila as-sama'i dunya, derisa shkojnë në fundin e qiellit të kësaj bote, qiellin e dunjas. Pra paramendoni, ja përmendin epitetet më të mira që i ka pas në këtë botë. O kanë për namazlive, o kanë për agjerusve, o kanë për atyne që është kujdes me mësufena Allahut, o kanë për dietarëve, o kanë ashtu, o kanë kështu. Pra fjala edhe epitete më të mira që kanë për to, edhe ato ja u tregojnë engjëve derisa shkojnë tek qielli i parë. فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقروبها إلى السماء التي تليه حتى ينتهي به إلى السماء سابعة. Aty kërkojnë leje me hap portat e qiellit edhe ato hapen. Kështu shpirti kalon nga një qiell tek tjetri derisa arrin në qiellin e 7. Pra paramendoni rresh duke kalu qiejt të cilat i ka kriju Allahu i Madhërisht. E paramendoni që qielli i kësaj dynjaje është fundi i përpjekjeve njerëzore e shkencore që mund me arrit në këtë botë deri në ditën e Kiametit. Çfarë do zbulimi që e bën njerëzit, krejt komplet, madje edhe nëse kontribuojnë edhe gjinët bashkë, nuk munden me të kalu asnjëherë qiellin e parë. Pra qielli i parë i ka rojtarët e tij, i ka engjëjt. Ata nuk munden me kalu pa lehen e Allahut të Madhërisht. Nuk mund me pa teleskop, nuk mund me pa kurrë për te qiellit të parë. E shpirti i besimtarit në momentin e vdekjes i hapet qielli i parë, edhe vazhdon me shku deri tek qielli i 7. Fa yaqulu Allahu azza wa jall, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Thot Allahu i Madhërisht, pra Zoti jon, krijuesi jon, thot shkruajeni këtë robin tim në librin e atyre të cilat janë të ngritur. Wa'iduhu ila al-ard, edhe ktheni në tokë. Ktheni në tokë sepse Allah s'ka ardhur për me u fut në xhennet. Fa inni minha khalaqtuhum, sepse unë prej tokës i kam kriju njerëzit, prej ata edhe të vdekurin. Wa fiha u'iduhum, edhe aty kam i kthy. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, edhe prej tokës kam i nxjerr edhe një herë tjetër. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani fayajlisanihi. Thot shpirti i kthehet në trupin e tij, edhe i vinë dy angjujt ulen pranë tij. Para mendoni vëllezër, pra shpirti edhe trupi bashkohen në një herë, mirë po njerëz nuk mund me pa jetë në atë trup.
Derisa u kanë këtë botë, ky kombinim ka funksionu. Në momentin e vdekjes, ky kombinim nuk funksionon për neve. Qysh? Nuk e dim qysh, thamë është dimenzion tjetër. E besojmë qysh e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur më kon me pa me sytë tonë. Në moment që kena dyshime në këto, atëherë kena dyshime në vërtetësinë apo pranueshmërinë e besimit tonë në tëndsi. Pra vinë dy engjëjt edhe pyesin. E këtu është domethënë poenta e asaj që jena mundu gjatë këtyre 8 javëve të kaluam mi marrë dhe mi mësu. Fa yaqulani lahu man rabbuk, edhe këta dy engjëjt e pyesin kush është Zoti yt? Fa yaqulu rabbi Allah. Thotë Zoti jam është Allahu. E këto fjalë, të cilat janë shumë të lehta. Më konë për mi mësu për menç. Krejt, ca janë 8 miliard njerëz në tokë, krejt kishin mujtë mi thonë. Ama na e dim që ato ka mujtë mi thonë vetëm ai që i ka besu edhe ku ne bindën to. Çto fjalë, ç't përgjigje, e cila është për dy fjalëve, Zoti jam është Allahu, s'ka më mujtë me thonë edhe na i shkencëtar i madh që tani jetën u marrë me studimin e Islamit, po kur nuk e ka besuar nuk ku ne bindën to. Pastaj vazhdon hadithi, yaqulani lahu ma dinuk, fa yaqulu dini al-Islam. I thënë, e cila është feja jote? Thotë, feja jeme është Islami. E këto nuk mundet me thënë përveç atij që e ka pranu për një me për fe. Edhe dikush mundet me thënë, e me bo me u përgjigj dini dhe me thënë i krishter, apo jehud, apo hebre pra, me bo me u përgjigj kështu, këto nuk mundet me u përgjigj në këtë botë. Këtë botë ose duhet me thënë zdi, në këtë moment, ose ki me u përgjigj sakt. Nuk ka përgjigje tjera. Nuk ka përgjigje alternative. Shumë herë tash i kena ni, jo se ka mundësi më konë ashtu, jo se ka mundësi më konë kështu, jo se ajo, jo se kjo. Është e qartë. Drita për errësirës, e vërteta për të kotës, besimi për për mos besimit. Thot pra, feja jeme është Islami. Edhe kjo është feja vetme që Allahu e pranon për fe. Secila fe tjetër, te Allahu nuk quhet fe. Fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Kush është ky njeri, pra këta dy i thënë që ka ardhur tek ju? Kush është ky njeri i cili është dërguar tek ju? Ata thënë yaqulu, pra apo ky thot edhe secili besimtar, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra është Muhamedi i birit Abdullahut sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuk. Këta dy i thënë, e çush e ditë? Më thon s'ka pretendime. Çush pe din ti këta? Çush je i bindë për këta? Fa yaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa sadaqt. Thot, e kom lexuar librin e Zotit, i kom kuptuar librin e Zotit, pra Kur'anin famlar, i kom besuar atij edhe e kom vërtetuar çat besim. Çush e vërteton njeriu besimin? E vërteton duke mos dhënë thjesht deklarata. Po duke vazhdu, çka ne kuptojnë ato deklarata. Moment që ti thua unë besoj Allahun e Madhëm, unë e pranoj Allahun për Zot. Qysh e pranon për Zot, pastaj ke guxim ti mi anashkalu urdhrat e tij, ke guxim mi refuzu urdhrat e tij. Më thonë kjo nuk është e paramendueshme. Ti e pranon Islamin për fe, pastaj ke guxim me thonë që ndonjë sistem tjetër është më i mirë se Islami? Ke guxim me pranu me thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, e pastaj fjalët e tij, suneti i tij mos më të bëj përshtypje? Pra kjo bën ndesh njëra me tjetër. E ky besimtar thot, unë e kom besu, e kom lexuar Kur'an, e kom pranu, edhe pastaj e kom vërtetu. Çka ndodh në këtë moment vëllazër? Thot, fayunadi munadin min as-sama'i an sadaqa abdi. Thot, e pastaj thret një thirrës nga qielli, edhe thot, të vërtetën e ka thënë robi jam. Fa afrishuhu min al-janna. Thot, edhe shtrojani atij për xhennetit. Pra shtrojani varrin me shtrojat e xhennetit. Wa albisuhu min al-janna. Edhe veshin e ato me rrobat për xhennetit. Waftahu lahu baban ila al-janna. Edhe hapjeni atij dyert e xhennetit. Dhe hapjeni atij një derë nga xhenneti. Fayatihi min ruhiha wa tibiha fayufsahu lahu fi qabrihi madda al-basar. Thot, e këtij për kësaj dere i vjen aroma e xhennetit. I vjen mirësia e xhennetit, i vjen lezeti i xhennetit. Edhe pastaj përmi këtë mirësi, i zgjerohet vari, qatë sa ka mundësi me pas syni ti. Dikush me thanë, apo thoni që kjo që ndodhë, tërko Allah i kokë, që pe qelim vorën edhe po këqyrim, a u gjanu, as u gjanu. Kjo është me bu hajgare me fe. Kjo është me bu hajgare me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse nuk mundet më konë i vlefshëm besimi, në moment që ti ke mundësi me pa me sy.
Pra, nuk kërkohet besimi, me thënë prej juve, na besojmë që o nata. Se veç hape derën, dile dhe shë që është natë. Pra nuk ka nevojë këtu besimi. Për këtë arsye, në momentin e vdekjes, kur njeriu i sheh gjërat qartë, mbyllen dyrët e pendimit. Mos ka sens pendimi, mos ka sens besimi. Deri në qatë kohë janë të hapur regjistra, është mundësia jonë me shfizu dynjan për me fitu ahiretin, e pastaj është me shiju frytet e punëve tona, qoftë për mirë e qoftë për keq, Allahu na rujt. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, hasanul thiyab, tayyibur rih. Para mendoni vëllezër çtash? Masi ky isha angjujt në formën më të mirë, me fytyra të ndritura. I shkon shpirti në qiell të nalt edhe isha angjujt. Edhe me një farë forme lavdrohet para angjujve për atyre që kanë ardhur me marr. Pra kjo ku një mirë, kjo ku kështu. Sa mirë na vjen neve, edhe në këtë botë, kur jemi me një mjedis, edhe me t'i përmend të arriturat. Kjo e ka bu këto, është një farë krenarie dhe një farë lezeti. Ti paramendo, kjo po përmendet para angjujve. Paramendo, dhe më thënë, deri mbi qiellin e 7. Paramendo për e kalon provimin me sukses. Për i thot, dhe më thënë, për je përgjigjet e sakta. Paramendo mas kësaj për e sheh vendin ton në xhenet. Sheh ku kemi shku. Do thon, paramendoni të mirat e një pas njëshme, vi veshur me teshat e xhenetit. Me erë të mirë, me rahati mo s'ka më qysh ma shumë. Do thon, me kon vendi jot, që aty ku kemi nejt, ku kemi prit kiametin, çaq sa të sheh syni. Sa gjon do të më kon ajo. Krejt që të rahati. Edhe nuk, Allah do më thon, thot jo ka dhe diçka. Thot, tash vjen thot një burr me fytyrë të mirë, me tesha të mira dhe me një parfum të mirë. Fa yaqulu abshir billadhi yasurruk. Thot, po të përgëzoj me ato që ti ke qef. Çky burr i bukur me tesha të bukura, i thot të vdekurit. Pra, që ati që sapo e ka natën e parë të varit. I thot, po të përgëzoj me çdo që ti ke qef. Thot, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Thot, kjo është dita e cila ta është premtuar ti. Fa yaqulu lahu man anta. Atar ky vdekur i thotë kush je ti? Thot fa wajhuka alwajh wa yaji'u bil khair. Thot fytyra jote është një fytyrë e cila nuk vjen me diçka tjetër vetëm me lajme të mira. Fa yaqulu ana amaluka as-salih. Thot un jam vepra jote e mirë. Fa yaqulu rabbi aqini as-sa'a. Atar thot o Zot bën e kiamet. O Zot bën e kiamet. Të shpejtoje. Pse? Thot, hatta argjia ila ahli me mali. Që të bashkohem me familjen teme edhe me të mirat mije që më presin. E qëtash që këtë hadith nëse kina parasysh. Edhe jena të bindun që është i sakt. Edhe dim që kam në ardhë vdekje. Edhe kina qef më konë që këtë pozicion. Qka është ajo që neve mundet me na josh, që është maj mirë se sa që kjo? A ka diçka në këtë botë, që ty mundet me t'josh e me thënë, hajtë me punë e madhe, bja vlen me hup këto. Edhe këtu duhena me pas parasysh, që kush e ka mirë natën e parë të vorit, krejt çka shkon ma vonë është hala ma mirë, hala ma letë. Kush e ka keq natën e vorit, keq ka vjen pastaj, është hala ma keq, hala ma zi, hala ma rënd. Aja vlen, ta është një gjuna i cili është me të knaqë për 5 minuta, për 10 minuta, po le tjetë për 100 vjetë. Aja vlen me hup për jetësin? Po e vlen veç me hup qëtë momentin që është momenti më i vështirë i njeriut në këtë jetë. Këtë jetë, pra sa është gjallë njeriu, nuk ka moment më të vështirë se sa momentin e vdekjes. U ka një vështirë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Njeriu në krijesën më të mirë. Paramendo për dikon tjetër. Të më thonë, është moment tepër i vështirë. Megjithatë, ka lehtësime për besimtarin. E aja vlen me rreziku për çto? Jo, pasha Zotin se vlen. Jo vallahi se vlen. Për këtë arsye, i këshilloj veten edhe i këshilloj juve që mi meditu këto kuptime. Mi përthith këto kuptime. Me imagjinu veten çat pozicion. Kur të ven engjujt edhe i sheh me sytë e tu, edhe që atëherë mos ka u pendova, i rash pishman, ja të kthen edhe një herë, ja s'ka më që aty kryet, që aty mbaron, që atëherë, të më thonë, e përballë, se cilën situatë që e lakmon këtë botë, e për cilën ke dyshime, që ndoshta të pengon me arrit këtë gradë, atëherë që kjo parafetyrim, që kjo imagjinim, duhet me të bëjë ty që me reflektu.
Nëse nuk të bën ty me reflektu, atëherë dije që ke problemin në besim. Sepse mungesa e bindjes, mungesa e besimit në zemër, nëse në çdo si je i bindun, pastaj normalisht që ti të mungon motivi për mos me lënë namazin. Normalisht që ty të mungon motivi mos me bë vepra të këqija. Normalisht që të mungon, se ti s'po beson që ka menduar si kjo. E inshallah në dersin e radhës flasim edhe përmbyllim këto me gjendjen e ju besimtarit kur vdes. Që nëse nuk është e mjaftueshme për ty si ilaç që më shtu vepra të mira, më largu prej të këqijave, kjo joshje, kjo pozit kaq e lartë, kjo mirësi kaq e madhe që i takon besimtarit, e shohim inshallah në ligjëratën e radhës se çka është alternativa tjetër nëse nuk është që kjo. Kjo është e gjitha për këtë ders, inshallah në javën tjetër vazhdojmë me dersin tjetër. Sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed walhamdulillahi rabbil alamin.